Se do ta kemi edhe kryetarin nga atje. Shkojmë në vushtrim me rezultatin dhe do të kemi në lidhje drejt për drejt edhe kryetarin. Edhe për t'i uruar, por edhe për të marrë një reagim nga ana e tij. Fereti Drizi 54.27%. Do të thotë as koalicioni me Xhafer Tahirin nuk e di më Koalicioni zotrin e shumë përfolur. Po Muhameti ndoshta do të na komentoj pak sa i përket vushtrisë. Po vushtria u bë temë. Tabuna ashtu si klas kur është që po foli. Po para moment kryetarin e kemi. Mos ta lëmë prit. Kryetar, përshëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Përshëndetje nga ana ime. Natyrisht, urime për fitoren e pritur. Faleminderit shumë. Ishte i pritur ky rezultat, s'ka ndryshe, i buzëqeshur kryetari sot. Ka edhe i gatshëm. Po me të thonë të drejtën, po për mu ka qenë rezultati pritshëm, ka qenë vullneti qytetarëve të Voshtrisë. Kemi bashkë rrugtu 4 vite me qytetarët e Voshtrisë, jemi mundu për 4 vite me i ofru shërbime dhe respektin maksimal secilit pa dallim, dhe po qka se qytetarët prapë me lanë borxh mua, pra unë hyra borxh të qytetarët me këtë mbështetje qytetare që më dhanë në balotazh. Çfarë tregoi qytetari me këtë vullnet kryetar? Po qytetari tregoi sepse është më i fuqishëm vullneti i qytetarëve, do me thonë se çdo kombinim tjetër. E keni fjalën për koalicionet. Po, për koalicione, po. Për si proces, si ecitut në vushtrim, ne në përgjithësi, domethënë në Kosovë kemi procese korrekte, keni qenë nga afër, besoj edhe i keni parë edhe keni dëgjuar, kështu që si ishte në vushtrim? Po ka qenë një proces plotësisht i qetë, demokratik, dinamik, i rregullt, çdo gjë ka shkuar në rregull, edhe ishte vullneti i qytetarëve ai që përcaktoi fituesin. Kështu që unë i falenderoj edhe një herë nga zemrat e gjithë qytetarët e Voshtrisë, pa dallim partie, dhe zgjotohem po ashtu që kam vazhduar atë rrugtim që kam rrugtu 4 vite, me respektu, me u shërby të gjithëve pa dallim. Pra, ju them sinqerisht, unë e kam investu shumë për me ndërtu atë konceptin edhe me ngulit si kryetari gjithë qytetarëve, sepse besoj fuqishëm që një kryetar komune duhet të jetë i gjithë qytetarëve. Zotri Drizi, po, vazhdo, pa tjetër. Disha t'i them se kemi edhe 2 miq të emisionit këtu në studio, 2 analist Besnikon edhe Muhametin, nëse është e lejushme nga një pyetje kanë dëshirë që ta bëjnë. Për posurimet besoj që e kanë. Pa problem. Po, Besnik. Kryetar, përshëndetje, urime fitoria. Faleminderit. Kështu, po duket që e ke marrë me shumë sportivitet, mbos edhe veshjes sot, je veshje sportive, se ke marrë fort ngarku me këtë garë. Po kështu deshta me ta bëni pyetje, edhe për kundër koalicionit që mori KXJH-un mes vetëvendosis dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, prapë keni po që me shumë qetësi e keni kalu atë lidhjet marrëveshjes. A ka qenë kjo një farë lloj sigurie që për kundër, dhe pse keni qenë kaq i sigurt që edhe ky koalicion nuk do të nxjerrë tjetër fitues? Jo, me ju thonë të drejtën, unë po aq sa kam qenë i përgatitur me marr mandatin dhe me vazhdu edhe për 4 vite, po aq kam qenë i përgatitur me respektu vullnetin e qytetarëve nëse eventualisht e jap mandatin dikujt tjetër, dhe kam qenë i qetë për shkak se 4 vite unë jam mundu me dhonë maksimumin me shërbime, me respekt për secilin qytetar. Për 4 vite zyra ime ka qenë e hapur për çdo qytetar. Për 4 vite telefoni im ka qenë i hapur për çdo qytetar, që vërtet ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe me ju përgjigj secilit qytetar në telefon, dhe unë kam menduar që në një farë mënyrë kam kryer obligimin tim, tani është në dorën e qytetarëve, çdo vendim unë do ta respektoj. Muhamet? Po fillimisht urime për rezultatin, kryetar. Uroj të shkojmë mbar. Sigurisht që na keni dhënë një model të mirë gjatë krejt procesit zgjedhor, si një nga kryetarët e përgjithshëm për detyrat e tij, por edhe të një fushate shumë korrekte. Unë dosha me ta bëni pyetje rreth një parkingu që keni ndërtuar aty në qendër, a ka kapacitet për krejt ato gjipat zi të qeverisë që i patët musafir këtë ditë?
Po, me të thonë të drejten, atë parkingi kemi bo një investim dhe unë kam cilësua si një nga kryveprat e vushtrisë që do të përfundoj komplet edhe me sheshin e qytetit dhe po kemi pas mësafir dilve të funit që ka për mu kanë qenë normale në mbështetje të kandidatit tjetër dhe i kam mirëprit të gjitha ato vizitat e cilat kanë qenë përgjatë sidomos javën e fundit, kështu që parkingu ka vend të mjaftueshëm për të gjitha ata që vinë edhe si musafir, por edhe për qytetarët që frekuentojnë. Kështu pra, një kryetar që i mirëpret të gjithë musafirët që vinë në qytetin e Vushtrisë. Kryetari tha që kam qenë i hapur gjatë gjithë këtyre viteve dhe zyrja ka qenë gjithmonë e hapur për qytetarin dhe pyetja tani më për mandatin e ri, cila është sfida kryesore për ju, kryetare? Sfida kryesore për mua është projekti për rinin, sepse unë kam filluar një projekt që kam investuar për 4 vite në zhvillimin e kapaciteteve të rive për t'i përgatitur për tregun e punës. Kur tham për tregun e punës, është fjale për ato profile profesionale të cilat i kërkon tregu i punës dhe unë do të ballafaqohna fuqishëm. Ky është projekti më i madh, duke mos i lënë anash edhe këto projektet e investimeve kapitale që veç i kemi filluar. Me to besoj që do t'ja dalëm se tash mendoj që do t'a kem buxhetin e plot pa ato cungime që na i paten marrë për mbarusit 11 milion euro për 4 vite që për një komunë të vogël si komuna Vushtrisë janë jashtëzakonisht shumë. Kjo mendoj që do t'jetë sfida, po normal çdo ditë është sfidë në vete sepse qytetarët kanë kërkesa, kanë pritjet e tyre dhe unë kam marrë obligime, kam marrë përgjegjësi. Kryetar, faleminderit. Punë bën natyrisht besoj që tashmë qytetarët do të jenë shumë të vëmendshëm për të përcjell punën tuaj edhe në këtë mandat. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Përshëndesim. Faleminderit shumë juve dhe jeni të mirë se ardhur ju si medium, po dhe gjitha mediat në bashkëpunim edhe atëherë kur na kemi të gjetur, edhe kur na kritikoni, po edhe kur shpërfaqni domethënë rezultatet tona. Në këtë pikë një falënderim edhe për faktin që keni qenë shumë bashkëpunuesa, natyrisht edhe me mediat, edhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme për të qenë afër mediave dhe për të folur problematika. Kështu që falënderit shumë si gjithmonë. Më lejoni që gjithë qytetarëve t'ju uroj domethënë zgjedhjen e kryetarit dhe t'ju zotojmë sepse edhe për ata që s'me kanë votuar do të jenë kryetar shumë i përgjegjshëm, do t'ju shërbej pas të një dallim. Faleminderit shumë. Faleminderit, zotëri Idrizi.